Pas dështimit që deputetët e Kuvendit të Kosovës të zgjedhin presidentin e vendit të martën, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të tjera të parakohshme, gjë e cila me shumë gjas nuk është se do të ofrojë ndonjë zgjedhje të qëndrueshme, duke pasur parasysh mos koordinimin e partive politike pozit-opozit e nevojën që për të zgjedhur presidentin në sallë duhet të jenë të pranishëm 80 deputet. E këto zgjedhje të parakohshme, siç ka deklaruar kryeministri tashmë në detyrë Albin Kurti, mund t'i kushtojnë buxhetit të shtetit rreth 10 milion euro. Na shpije në zgjedhje të reja të përsëritura të panevojshme, e të cilat kushtojnë së paku 10 milion euro. E kjo shumë e lartë, siç duket ka ngritur shqetësim të madh te Kurti, pasi në paraqitjet e tij publike së bashku me kryetaren e parlamentit Albulena Haxhiu janë ankuar e kanë vajtuar për këtë shumë. Mirë po, siç duket të njëjtën shumë milionshë, por edhe më shumë, Kurti nuk e kishte problem ta shpenzonte kur vendi ishte në prag të zgjedhjeve lokale dhe parlamentare. Kurti gjatë asaj kohe kishte ndarë 100 euro për grupmosha të ndryshme në Kosovë, duke filluar që nga fëmijët e deri tek të moshuarit. Vetëm për studentët që nisën vitin e ri akademik, ai ka shpërndar hiç më pak se 6 milion euro si mbështetje për ta. Sot do të miratojmë vendimin për ndarjen nga 100 euro, shumë e njëhershme për të gjithë studentët që i plotësojnë kriteret. Në telefonat e këtyre të terrenjeve madje shkonin mesazhe nga kryeministri Kurti duke uruar vitin e ri akademik me nga 100 euro. E siç duket për Kurti në atë kohë kjo shumë nuk ishte edhe aq e lartë, pasi nuk u ndalua këto, por u tregua edhe me dolir për të gjitha moshat, duke gëzuar me masa shtesë edhe fëmijët e të moshuarit me po të njëjtën shumë. Derisa vet lëvizja vetvendosje ka bërë të ditur se çdo vit do të ndohen rreth 200 milion euro për shtesat për fëmijë e nënat lehuna, dhe ndër të tjerash për sektorin privat e rriti pagën minimale nga 350 në 425 euro. Kurti madje kishte premtuar se gjatë muajve të ardhshëm, saktësisht në muajin korrekt të këtij viti, paga minimale do të arrinte në 500 euro bruto. Gjithashtu, Kurti ka ekzekutuar edhe pagën e 13 për sektorin publik, vendim ky i cili i kushtoi buxhetit të vendit gjithsej 65 milion euro. E vetëm gjatë muajit tetor, pra muajin kur u mbajtën edhe zgjedhjet e përgjithshme, lëvizja vetvendose ka njoftuar se janë ekzekutuar shumë e njëhershme totale në vlerë prej 70 milion eurosh. E të gjitha këto shtesa i kushtuan shtetit shumë fish më shumë se sa 10 milionshi, për të cilin Kurti tani po e vajton e po ankohet se është një shumë e lartë. E gjatë javës së kaluar, qeveria Kurti, kur edhe po e shinte se çështja e presidentit nuk ka zgjidhje, tentoi t'u shpërndaj para edhe sektorit privat. Por një gjë e tillë u pamundësua për shkak të mosvotimit e miratimit në kuvend të darjeve buxhetore të nevojshme për këtë pikë. Në fund mbetet një pikpyetje se si një shumë prej 10 milion eurosh sot po paraqitet si barë e rënd për vendin, derisa muaj më parë qeveria nuk hezitoi të ndajë 10 milion euro në prag zgjedhjesh.